Ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe, minutazhen intervista javës në Alba Live TV ja kemi dedikuar veprimtarit, adhetarit dhe bashkadhetarit të shuar zotrin Mihill Gjuraj, i cili tashe për 45 vite jeton dhe vepron në Amerikë. Zotin Mihill Gjuraj e gjetëm duke punuar si përherë në zyrën e tij në Gjuraj Reality Management në Bronx. Na priti me plot dashuri e pozitivitet. Përshëndetje mirë se erdhe. Bashkëbisedimin ton me zotin Mihill Gjuraj, bashkadhetarin dhe biznesmenin shqiptar me prejardhje nga sferka e thatë nga komuna e Pejës së Kosovës, i cili ka 45 vite që ka emigruar në New York, e nisëm duke u kthyer mbrapa në kohë e në kujtime në vitin 1973. Zotri Gjuraj, po e nisim të bashkëbisedim tonin duke u kthyer krejtësisht mbrapa dhe herët në kohë. Në fakt, si e kujtoni ju momentet e para kur ju keni ardhur në Amerikë për herë të parë? Na kena ardhur në Amerikë me vitin 1973, edhe kena ardhur këtu në Bronx, për do kohë kena qëndru në Bronx, e mas do kohë u bajtëm dhe shkum në Kenerik. Edhe qëti fillova unë të punu në një italian restorant, edhe disha pak italianën, edhe fillova të punu, mas do kohë e lash restorantin edhe hina një fabrik. A ishtë fabrik, shumë fabrik e madhe, e mirë me pagesa me gjitha, edhe ishin afer 5.000 punëtorë që punoshin në fabrik. E kom punu për 19 vite aty. Kur mu mosh një fare ideje, a thumër zot gjithmonë do të me punu në fabrika me jetua, din, edhe mu sjell dyshysh një farë mendimi, me bon dyshysh me ble drejtesa, e me filluar. Por edhe pse kishte pozitë dhe të ardhurat të mira materiale, ai nuk ishte i kënaqur, kërkonte më shumë. Kështu zoti Gjuraj pas një kohe la punën në fabrikën ku punoi me vite dhe ju futi një sfide të re. Sfidës në krijimin e biznesit të tij. Krijoi biznesin e tij Gjuraj Reality Management. Duke kujtuar sfidat e para në biznesin e tij, thotë se fillimi nuk ka qenë as pak i lehtë për të. Shumë shtirë, në atë kohë konë shtirë, me të kallëzu drejtë që nuk ishim as pare, por falenderoj disa shokë si me vërtep një mund, edhe unë e fillova ka daldale, ka pas vetështrinë atë maja, por dhe është i zoti i dulem për balë kësaj pune, edhe kena punu edhe nuk kena durzue. I kena afer 200 banesa tonat. Zoti Gjuraj filloi nga asgjë, por tashmë ka krijuar një kapital të tërë këtu në Amerikë dhe është histori suksesi. Ai me ëndje tregon se me zemër dhe me mendje është gjithmonë në vendlindjen e tij. Qyre, më vërtet, na jena jetojmë këtu e krejt e punojmë gjitha i kena këtu, por me zemër, me shpirt e kena mendimin vendlindjes atje. Ndërsa tregon se në vitin 1988 ai kishte bler pallatin e tij të parë në Bronx. Ky pallat, ku banonin 18 familje, ishte nisma e tij e parë e suksesshme në botën e biznesit. Atëherë nga zyret e zotri Gjuraj kaluam në pronën e parë, pikërisht në objektin e parë kur zotri Gjuraj filloi aktivitetin e tij në vitin 1988, këtu në Bronx. Dhe nga këtu neve do vazhdojmë të shohim nga afër gjitha objektet e tjera që zotri Gjuraj ka në pronësinë e tij rreth e përçar Bronxit.
Zoti Gjuraj përveç përkushtimit në biznesin e tij, është dhe familjar i mirë dhe i përkushtuar. Ai kohën më të bukur ja kushton familjes së tij, e cila përbëhet nga bashkëshortja, djemt, vajzat dhe anëtar të tjerë, të cilët tashmë të gjithë i ka afruar rreth vetes. Nga pallatet komerciale të Zotri Gjuraj që i pam bashkaresht në Bronx, neve kemi ardhur në Kennerika në rezidencën e tij private për të vazhduar bashkëbisedimin tonë. Zoti Gjuraj tregon se për herë të parë kur u kthye në Kosovë, ishte viti 1997, kur nga New Yorku kishte fluturuar në drejtim të Beogradit të atërshëm për të marrë rrugën pastaj për në Kosovë, ndërsa kujton se gati sa nuk ishte arrestuar nga policët e atërshëm. Ndërkaq me kënaqësi tregon ndjenjën e tij të parë kur ka shkelur pas shumë vitesh në tokën kosovare në Podujev dhe ka parë dasma shqiptare me flamuj kuqezi, duke shtuar se i duhej një leje veçantë qëndrimi në vendlindjen e tij. Herën e parë që jam kthy për më shku në Kosovë në 1997, unë kur që isha shku si me thonë në Beograd ose në atër sëllë Jugoslavia. Kur shku më aty, unë isha të këshyrë rrotull ku po shku bojë nuk shku këtë përsen, po vjen një detektiv i shkon të këshyrë që kam ka këshyrë rrotull. Edhe po vjene po më pyet mu, 7 ledër. Unë se kuptoshe që isha kam thëtë. I thash me no speak Yugoslavian, I speak English. Kur shkuna ma pruni më përkthysh. Sir, tha, what are you looking around? Thash, ju ka këshyrë për bonje, për fëmijë, thash, fëmija dhe më shku në bonje, po shoj, thash, a din sign ose po ja përkëthen ajo, dhe mirë bollat, ata u dyshysh u prekën sa shumë adin me atë punë, edhe i ka dola hipëm në një kom, edhe minë zë mora vesh edhe ma ta me mëshu mu për Kosovë. Zda shka kërkush i gati me shku anena. Kur jëm hip në atë kom edhe jëm nis me fëmije me grue, him po dëjev, kur këm him po dëjev, mori kom pa do makina, rrugës, me flamura, ku që zi, u knjoqa, ku e pava, thash se tash me sa për tim Kosovë. Edhe, a besën u knjoqa, shash pata e njeva dhe vetën, matë lirë, krejta, din. Edhe kena vazhdu që është tek te që jem shku në Gjakova që. Po më thojnë, sa dytë të më shku, thot, më lënu, thot, filën vend. Edhe, thash mirë më, po shkoj. Zoti Gjuraj thotë se nga jo kohë, ka qenë dhe disa herë të tjera në vendlindje, ndërkaq shton se fizikisht është në Amerikë, kurse ëndrat ishe në Kosovë e në trebat shqiptare. Na dhe pse jetojmë këtu, na kena shpirtin e ëndrat e të na shkojmë atje. Edhe ma i mëtë që na do të vazhdojmë këtë punë gjithmonë me Kosovë. Zoti Gjuraj përveç shpirtit të tij, prej një menaxheri dhe biznesmeni të suksesshëm, në thelsinë e tij shpirtërore ka dhe ndjenjën e humanizmit dhe të dashurisë për të kontribuar në vendlindjen e tij. Ai tregon se ka mbështetur financiarisht dhe disa projekte humanitare në vendlindje, ku ka suportuar financiarisht ndërtimin e përmendores së Nën Terezës në Pej, ka mbështetur financiarisht ndërtimin e katedrales Nën Tereza në Prishtinë dhe ka kontribuar në mirëmbajtjen e katedrales së Tivarit e tjera. Kena punu dhe kena jena mundu sa ma shumë për katedralen e Prishtinës. Zdyti e përmenduar e Nën Tereze në qytetin e Pejës, me 2011. Edhe katedralen e Tivarit kena vonë shumë njima aty.
edhe disa kisha si shtoj Turqinit, edhe në vense tjera në Kosovës, kena dhonë nima sa kena muj. Sa të muj, kena me bërë minimum më ju përshtet vendit tonë, kombit tonë. Zoti Gjuraj për aktivitetet dhe kontributet e tij humanitare ka marrë shumë mirënjohje si nga institucionet shtetërore në Amerikë, po ashtu dhe në Kosovë. Faleminderit për këtyne, unë për veti, ja di për faleminderit si shtetit Kënërikës, Waraberit, për ngritjen e klamorit pavarësisë së Kosovës. Për që kjo është e Kosovës, është ka kryetari i PES, ka Zmen Muhaxheri, e falenderoj shumë. Kjo është një tjetër mirënjohje nga Ministria e Kulturës së Nisës. Po, kjo është edhe kjo është e dhënën tu në New York. Për kjo është edhe një mirënjohje tjetër nga Mayor City of Waraberit Kënërikës, edhe kjo është për City Hall në Waraberit Kënërikës. Zoti Gjuraj, nga do që shkon, tregon me krenari prejardhjen e tij si shqiptar. Ai pohon se ndjen për obligim të ndihmojë shqiptarët kudoherë që ata ka nevojë dhe kudo që ndodhen.